Deputeti i PS-s Erion Braçe, një nga kritikuesit e punëve të pabëra të Bashkisë së Tiranës me në krye Erion Veliajn, ka publikuar një video të gjendjes së rrugës dytësore të autostradës Tiranë-Durrës në krahun e djathtë. Një nga rrugët më të përdorura nga bizneset banor të zonës është e shkatëruar pa folur për trafikun që krijohet në atë segment. Braçe është shprehur se gjatë dëgjesave për buxhetin në nëntor, zyrtarët e Bashkisë së Tiranës ishin shprehur se kjo rrugë do të asfaltohej. Tani jemi në gusht dhe gjendja e rrugës është e tillë si në videon e publikuar nga deputeti. Ai thekson se në një segment ka dy standarde. Është rruga Tiranë-Kashar dhe nga ana tjetër është rruga dytësore e autostradës Tiranë-Durrës. Kisha punë sot këtu në rrugën dytësore. Tash ta shije. E gjendja është kjo. Po nuk është vetëm në këtë pjesë këtu. Është në gjithë gjatësinë e rrugës nga Higea ose rrethrotullimi deri në takohet me autostradën apo me rrugën që çon në aeroport. Vetëm nëntor kur bëm dëgjesa për buxhetin, dëgjova nga zyrtarët e bashkisë që kjo rrugë do të asfaltohej. Tani jemi në gusht, sepse me thënë drejtën, kjo rruga është në administrimin e bashkisë. Nuk është në administrimin e drejtorisë përgjithshme të rrugëve. Më thonë, pikërisht për këtë arsye, bashkia kishte marrë angazhimin për të asfaltuar këtë rrugë. Braçe i ka tërhequr veshin Veliajt dhe Bashkisë së Tiranës, duke thënë se duhet të nxitojnë pasi qytetarët paguajnë taksa dhe nuk meritojnë një rrugë të tillë.